ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده وحبيبه ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. تداشر جماعت li, vëllazën shumë të nderuam dhe të jetë respektuam. Na bashkë sot e falenderojmë Allahun dhul xhelal. Edhe i thojnë alhamdulillah o Zot, që na ke mundësu me ro shahadet në të trojet tona, e mundësana ja Allah deri në kiamet, kur do të lind dielli në perëndim e do të perëndoj në lindje, që në shajat më të mëdha të kiametit, Allah mundësana kësoj tokës tonë, gjithmonë mu mill me bismillah, e mu kur, e mu fshi, me elhamdulillah. Mundësaja këti venit, ja Rabbi, të lutë na, që gjithmonë minaret tona me thirë zanin e Muhammedit alayhi salatu wassalam. Dhe ja Rabbi, ky popull gjithë Ramazanin me agjeru. Dhe ky popull gjithmonë me bes në din e iman. Ja Allah, me qëndru. Ati kof shumë falë, por ne kemi obligim jo vetëm me bë dua, por duhet vëllazën të dashur me i dhonë zërë me punu, se ara nuk mbjellet me dua, por bereqeti arës nuk mirret pa dua. Këto më se harroni është shqiptari. Sot duke e lexu surën Kehf, që na ka mësuar Muhamedi alayhi salatu wassalam. Njerë, dy herë kum lexu sot. Njerë të e lexu më kanë zonë gjumi më sabaj. E ju më qua pete kum lexu. Edhe kur ju mor të ajeti numër 103-104, në zënën kuptimin e gjuhës shqipe, që ka thot Zoti. Po thot Zoti, thuti o të fol për neve, për një popull i cili unë ngi liri, për një popull që unë ngi buk, e unë ngi pavarësi, e quhet pesh ky popull. Që që po thot Zoti me Kur'an. Po thot, kul هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا ومحمد doshni jam. Thuju bre, thuju. Atë ju kallëzoj kush janë ata të cilët menojnë që ka punu shumë, a realisht pa orë të na hi e pluhen veprat ju kanë bo. Alladhina dalla sa'yuhum fil hayati dunya. O e kanë hub këtu pa orë dhe atje. Këtu të kanë hup shpirt, jënë munu, kanë dhonë, jënë prejnë grije, jënë masakrue, kanë hargjue, jënë munue, jënë angazhue, nuk kanë lënë punë të mirë pa e bo, por si jënë qliru, shpejt Zotin e kanë harru. Shpejt Allahun, dhul xhelal, jënë bo buk përmës për Allahut. Të mirat e Allahut i kanë anashkalu, po vrohen me zveti, që për grim, për i noti shëjshujt, munohen komplet me mujt, e që asaj vjen të shku, me në këthyja pet në kom shkallët, veç për i noti shëjshujt. Këshure ti? Po dhët e hupim, o që e në lëdhë, zoti po të shumë në lëdhë. Por vjen puna, këta që këtoj na mujna, e na i na qkollum, na dina me full, o ju i një qkollum, e dini me full, e keni retorike shumë zhvillume, po pun s'keni, amel s'keni. Vepra nuk keni, se nuk keni për Zotin. E kurse keni për Allahun, ju interesin nacional, të kumbit, të fes, o ju nuk e keni në prioritet heq, për që ata e hupni. E Allahu Gjelle Gjelalu hu për dhe e hupni. Hajde ta zbresum pak, e ti këqesum me i dënë disa ilustrime praktike. Andodhi ndeshja Kosovë-Turki, hymnin e Turqis e fishkëllojnë bitë e shqiptarisë.
A hymnin e Turqis, kush e ka shkru? Mehmet Akif Ersaj, shqiptori prej Shushicës Tistëgët, vllavi jën. Veç për i noti, këqëri ti. Kombëtarja e parë që e ka themelu kombëtarën për me lujt në lujë atje, është shqiptar djali Kujna i Naim Frashërit, emrin e ka pas Ale, rahmetullah alej, që ka themelu ekipin e Galatasarayit. Kur shkoni mi po herojt në për fotografia, këshërni pak. Heroj i kumpit të në vet i 47 me 14 dhjetor të vitit 98 që bjen në prit, i ndëruar i Kapuqi, komandant Kapuqi, ato e kinë fotografi Galatasaray i shkru. A shene ju, këshërni pak, qo po puna ju njerë që na ka nimu mas shumëti, i fymë mas shumëti. Diskursi edhe tash është anti-amerikan duke u zhvillu në Kosovë, shumë të modhe, edhe anti-Turki shumë të modhe. Pse më rëburë kështu? Pse më rëna bukë për mysa kështu? Do më thonë, si u shlirum, nas paskom nevoj për aleata dhe për me që për jarona. Veç kur na bën hygjëm shkohu, që shtoj ke a i ploku, sa herë tha që na reke shkohu, tha e shkoj shumë turkën. Qërti. Por problemi është, dashurit e mi, se disa të pavërteta që po munohen me na i shit për të vërteta, na nuk duhet mi pranu. Pastaj të dashurit e mi, nuk mohet as vatani e as imani me inati. Nuk mohet me inati, o burra, po mohet me dignitet, mohet me dashni, mohet me vullnet. Na shqiptarët, pjesët e tunë, ma mire kanë moj dinin dhe islamin se vetë Arab pasha Allahin e madh që mon. Këtë dyje. Kër më koni i ri, e më konë studime më vike mërzi, kër më thejshke baba, e më thejshin dëmbat vjetër, më vike mërzi, po duke u pjek, duke i po senet në tëk, jo pi qilit, po zbrit në tëk, edhe i she, aj që është hakikat, prej shqiptarve besimtar, që e ka dhonë besën të lëmë me dhe zët, aj e dënë Allahun hakikat. Mirë po fatkeqësisht, na sot jemi të jetu në një kohë që isha gri, që vjen një ditë në për qytetin e Prishtinës, vendosën ekspozita e historisë e deformume tuto kompleto në favor të Shërbisë. Thuti djemët e Çupërlloviçave, ju në ordë i kanë shkuve që kanë përfysh Shqip. Turp, morë kjo është. Të munu me zbrit, me zvoglu gjenocidin që ata kanë shkaktu, veç pse për inoti shëjshuvit. Edhe qka, halo ma keq, quhet kuvendi e financën librat, ekspozitën, që tutto kompleto, vetaja kanë di që atje thot shkin është, por është e drejt, që ka thot, gabim e kini nuk janë të vërteta ato. Edhe aja po të, kini sakatu historinë e juj. Kjo të merë është. Të merë, të du të ngritë zonin, se kjo po ndodhë duke qena gjonë, po paramendonit e dashurit e mi, kur vdesum na. Qysh ka mu shkru historia? Neve kam e na paracit gjelat, e shkijet kanë mi paracit viktim. Që këtë diskurs është duke shku. Nëse une nuk e ngriti zonin, Zot i madhi zët, kur halal gjenetin mës ma boft. Se duhet me ngrit zonin. Nuk bën të dashurit e mi kështu me kalu kje pun. Pra ndaj i lutëm Allahu te baraka u ta'ala, që ti udhëzoj edhe ti drejtoj e parin tën, që ju në qupesh, vallahi ju në qupesh, billahi ju në qupesh, tallahi ju në qupesh. Historin e nerën, respektin, edhe patriotizmin dhe heroizma që i ka shqiptaria, në 4 anë të botës nuk mund është mi gjithë. Po në vend se mu shkru, neve po na deshifrohet ajo kurtha e Serbisë, që hënë dënë, ju në mundu me na paracit
para Evropë dhe para perëndimit se shqiptarët janë njerëz me bishta. Tash, ne të dashurit e mi, duhet ta kemi frikë Allahun. Se na një ditë kena mu taku me Allahun. Na një ditë vllazën kena me dalë për kësaj dynjaje. E neve na duhet një rini, jo veç e cila i ka met në hava. E gjithë natën rën Facebook. E gjithë ditën flen. E kokrën e interesimit nuk e ka për vatan. E as për shtet. Ati mi pru lëllë dokumenti pe i Serbije për thume në gjyë Shqipe, aje në nshkru, sa i është tuto kompleto kryte kom të mushën me raki, edhe të njëjtën ko është komplet i korruptun pe ADZ. A na plesht e pleshtve të një këna pos, ata bura, kur i kanë thonë Serbis, unë e shkin që zdi me ledzu, po shka unë e marrë veshë munafik, është dyftësh, është kurthagji, se aje konë gjak ranën edhe dalaverën. Uj i flen, shkaus flen. Ne duhet jemi të drejt. Duhet të jemi të drejt edhe në islam, edhe fen tënë kër e mojnë. Duhet vllaja mi dashtu mu kon i drejt, edhe i besatum të Allahu për drejtësi. E jo vllazën të dashur, për dikonin mu bo nane, për dikonin mu bo njerëk. Se kime dhe logari për Allahu. E atje natën e vorët nuk vjen dikush me të një mu. Allahu Gjelle Gjelali hu ka kërku. Pse ka ngrit Allahu Muhammedin a.s. Se u koni drejt, kur ardhë puna ka thonë vallahi, edhe qika jem Fatimja, me vjell, ka mu ekzekutu vendimi Zotit tem kundrejt saj. Pse ka qenë i drejt. I drejt. Dikush në ashtaj ka morë për të madhe, pse une e kom shkru një 3-4 fjali, prom, vën, pse një prift ka ndru jetë, po e ka po një vepër të mirë, që ja kom pos lakmi, edhe pse nuk i marrë lakmi në fejnë e ti. Por drejtësin duhet me thonë o burë. Dë vërtet, kur ka qenë pyetje Ramazani vitit 99, edhe ishëm në për istikamet e uqëkës, nuk dishëm kur vjen vakti i iftarit dhe i syfyrit, a i bike kambanës. I bike kambanës, kur në orë qëtë nift me ja kanë kërku mi dorëzu, të dëbuarit nga 4 anë, që i ka strehun kish, ka thonë masfari, kemi më vro mu. Tani, kemi marë vllazët e gjaku tim të besimit islam. E të dashurit e mi, unë i thura disa fjali, tamam qysh në kam su mu, Muhammed e jun a.s. A, ma të dashurit e mi, ka mu po munomi na me konë kaq indiferent, edhe ndaj vatanit, por edhe ndaj imanit. Po cilësia sharti parë, i islamit dhe imanit është du të më koni drejt. Du të me folë drejtësin për dikonin dhimet që del për kësoj bote para shahadet. Se i ka 100 herë virtytet më të mira se tunat. Edhe pse na thirrun gjithë ditën e kena gojen Muhammed a.s. me sahabe, gjennete, gjehnem, sirate, ku ta diune. Zoti po thot, punë të jau këshyre. I dashuri ti po thot, inna Allah la yanzuru illa ajsadikum. Nuk i këshyre Allahi trupat e ju, ajni të gata, ajni të shkurt, ajni të trash, ajni të hull. Thot, i këshyre Allahu zamrat e juja, këtu. Po na ka dhonë Zoti neve shqiptarëve që kujtë në botë nuk i ka dhonë. Për kërkonin jam i bindur, kam qëndrim për këtë punë akademik. Edhe kam qëndrim, do të thotë, besimit tem, dinit islam, cilin e du edhe kam kërejt në gjenë, në gjak i përzim la ilaha illallah, ku ta preksh dhe la ilaha illallah. Jam i bindur, kur nuk ka ndodhur që 500-600 vjetë, që 1000 vjetë, që i shkruan historia, që me pas shqiptarët bukën sofër me bollak pa i punu arat e veta. Kejt arat djerina i kena. Edhe ka që Zotin lej buket ku që të zezet bardhe me shiqere, pa shiqere, me glutene, pa glutene. Kejt e ka që Allah, sa është një plak kur dashti me dek. Tha menzit po pres me vdek. Pse bre? Bac, tha ko mu taku me babën të më në mërë babë që kena hek, tha na me punu arat. E ta është një tha horat djerina kush si puna nipa, stër nipat e tu, bukin a lej buke dhe qenin këllib e hanë buke që na e kishëm hongër për para. Kjo është e vërtet, kjo është realitet, edhe na dina mu anku.
Ankesat I kena tepër të mëdha. Edhe nuk dojnë të dashurit e mi me punu, po menojnë që mojnë a shtet na pa punu. Qëra që punojnë, ata që kanë kry shkollë s'kanë dine I vonë. Historinë e dallashitin. Ta servën Serbia, edhe ti veç I ban amin, edhe e në shkruun, ase këshyra, se lexon që ka po shkruunas. Zotin o zoft. Edhe na këfjelloft, mendjen tonë, edhe na ndriqoft rrugtimin tonë të përbashkët. Unë të fjalipe I thonë për kauz, nuk e mbeshtes asni parti. Partit janë të vogla për mu. Në gjepë ca hatit myten ato. A merë një vesha do me thonë, gjepë ca hatit myten ato. Se kauza jam është shumë e modha, shumë e shenjë. E lusë Allahun për me na vedisu. A pishe që këtë bët është në huloj. Këtë është në halakon. Në halo të dashrit e mi 1600 vetë nuk I dina kuj kena. E më ardhë, tash po kujtohet për një qast fjalla e Bacit Rifat I dhosh Zoti ymër 100 vjetë me shnet e ku vetë. Kur tha erdhen disa që si që kanë kry shkolla, aksham shkollës, tha I theshin jës, ti ka myt I shkollë 59, po ti ka myt në 19. Tha e qova kukën e pikëshyri, tha ju thash, ja hum qa shkollën. Ja hum qa shkollën. Po, se këta shkollën të dashrit e mi nuk e kam për hajrë, po e kanë shkollën e sherrit. E shkolla e sherrit të dashrit e mi është na përcjellë vetëm një qerek shekulli. Por do na përcjell dëru komplet shekullin 21. Se shqiptarin Allahu e ka kurdis. Duhet më koni njët edhe në shpirt, edhe në gjep. Allah I ka që tanë të mirat e Zotit ti populli. Por jemi varfënu në shpirt, kush kone nuk dënë me po me sy, kush kone nuk dënë mu gëzu për tjetërin, as njëtën ko për fatkecitin ndërsjelta mu ujëdhnu, pra ndaj këtu jem bela vetë-vetiu, ka thonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, po vërtetuën fjallët e ti, ka thonë unë nuk e kam gojle që ju keni mu ballafaqu me fukarallak, se ju kur s'keni mu ballafaqu me fukarallak, nuk des umeti jam pe fukarallakut, ka thonë, por ju dhët keni mu spravu, qysh ju spravu ata popët ma për para jush, tha nja Rasulullah e qysh, tha o me dynjo, ju ka qelë dynjoja, saltanati që dhejnë fletë, e qysh I ka bo helaqa I saltanat, ata drë dhe juve kom ju bo helaqa. Allahu na mbroft ja Rabbi. E na udhëzoft. Por nëse të dashut e mi, ata po kanë guximin me ta deformu historinë tonë. Ata shkelma që ke hongër për lezve të Serbis, ata njerë që ti kanë vëra, e ti kanë masakru, ato dhunime që ata të poshtër e barbarë na i kanë bo, aty nësë për vje marë mi deformu këto numra, e me I zvëglu, e me aqu ujin mullit shkot, pse më marë mu edhe unë e mu tut, me kalzu të vërtetën, hajti mu kalzat. A din që unë nëse në heshti, e unë jam I barabart, në mëkatën dhe gjënohin me ta. Kur gjë tjetër nuk kam përvese me full të vërtetën dhe realitetin. Zatën përshtatë Zotë më lenë këtë botë se më të më kish marë. Vallah billah të Allah. E inshallah Allahu Gjelle Gjelaluhu qëndrime të unë në bënd të vërtet, edhe na mundëson të ecëm për para. Veç vetë kjo pun nuk nëreqet. Po kjo duhet vllazën bashkë për hatër të Zotit. E milon I natët amash. E mi rrug punës edhe mundësis se kjo pranver e madhe që I ka ardhë shqiptaris, kjo vllazën të dashur nuk vjen. Nuk vjen se në popull I vogël e fati jën lidhet shumë me popujt ata që janë më të mëdhej me numra edhe më të fuqishëm me mundësi dhe me zahire. Plesht e din që I pjen zahire. Zotin Allah zoft. E nuk e dëshiroj une mur praktiku fjala Zotit. Me thonë e hupën para se marrë të une. E hupën, a nesër kur dolëm para Zotit, plot njerëz kanë mu ballafaqu me xhenetin, po kur dojnë me hi, s'qelen dyrt. A e shohin, a me hi s'muna. Këtu me lek kanë me thonë, këtu keni pas më nisë. Këtu keni pas më ardhë. Për këtu I një nisë. Po gjatë rrugës, e keni hupë, se një rrugë me zveti. E keni harru për ka I një nisë. E Allahu dhul Gjelal thot në Kur'an neve na qëtë në fa ejnë të dhebun, ka I një nisë me shku. Zotin Allah zoft, e në këfjallë. Falëndoj shumë vëmendje qofshin të përgjën. Alhamdulillahi wahda, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك في العالمين حميد مجيد Vlazën thëtë Zotë me Kur'an ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين mos u shqetësohuni, mos u ligështohuni, mos u dorëzohuni, ju jeni më të lartit nëse jeni besimtar. Allahu na mundsoft ya Rabbi, të jemi të vërtet. Edhe sot dojna me qitë postoqin, sepse na jemi të punu, e jemi në fazën e finalizimit. Jeni të e pa një mrekulli që është ndodhë kësaj xhamie në Meremet, në renovim, valla billah kena mundësi me konkuru edhe me të tjerat. Kemi nis bashkë me ju, e dojna me bitis me emrin e Zotit ati kof shumë fal, e inshallah Zotin e bën kabul, e ju sadaken, këtu është centi juj, këtu është 20 euro që juj, këtu është 50 euro që këtu është 500, 1000 krejt, çka ka këtu, i shet ti, i përjeton, mos me pas marrë këtë iniciativë, kjo punë nuk është bën, Zoti është përbleft, edhe menaxherin e kësaj firme, Zotri Habibin, vllahun ton, me gjithë stafin e tij, pastaj edhe juve të gjithëve, cilët nuk keni pritu, edhe ata të cilët na kanë ndihmuar edhe përtej Atlantikut, vllazët tonë mërgimtar, në Amerikë, në Evropë, kudo që kanë edhe kanë besu këtë iniciativë tonë, Allah i kabul, ja u boft, na ka met edhe pjesa përfundimtare kjo këtu ku jemi, e inshallah me emrin e Allahut do ta përfundojmë formën dhe mënyrën më të mirë të jashtë mundshme, edhe pjesën e jashtme do ta rregullojmë, edhe kulmin e kontraktu do ta ndrojmë, edhe abdeshonës do ta renovojmë me emrin e Allahut, që me emrin e Zotit dykon 30 vjet pejtashit më mos me kthy kryt pas, edhe në farforme me kursy mundin dhe xhepin e besimtarit ton, por neve na vjen vetëm me mirë mbajt. Vetëm me e mirë mbajt, inshallahu dhul xhelal. E nesër patjetër do të vdesim të gjithë, e inshallah na mundson Allahu kur ta takon Allahu në xhennet me ata burra të mëdhej që ka pas shqiptaria, Ibrahim Kurte, Haxhi Mursele, Haxhi Saleh, Haxhi Sokol Mirusha, plot burra që ka pas, mos t'i përmani, krejt Haxhi Sadrine, plot e ata që kanë shut rollin, Baci Hamid me gjithë zonin e tij, zonin Shah, rahmetullah alejhima, Allah i dhul xhelal me na mundson kultukët e xhenetit, edhe më ul, edhe me kqyr tani serin e dynjas. Serin e dynjas, kimi ul, valla billah kimi ul edhe me emrin e Zotit edhe këtë fjalim kimi ngu, kur të tham atë kujtohet, kur të kum thom atje. Se këto fjalë Zoti mi ka thonë, e Zoti flet, por edhe e mon, e ne i besojmë fjalëve të Allahut. Ma ju bedel, thom Allahu, neve nuk na ndrohen fjalët. Zoti po thot, mirë po ka thonë, wa ma ana bi dhallamin lil abid, e unë robit tem nuk i bëj zullum. E na këti Zotit tonë i besojmë, këti Allahut ju fokusohemi, këti ju nënshtrohemi, prej ti ndim e fale kërkojmë, në emrin e ti jemi duke rrugtu, në emrin e ti kemi me qëndru, jetën kena me dhuru për rizat Zotit nëse ka nevoj, ka uzën e kombit, e tinit, e të imanit, e të fes, e të qytetarit, e të katunarit, e të besimtarit, me emrin e Allahut kena me majtë në kam, insha Allahu dhul xhelal, se kështu neve na ka mësu Allahu, edhe jam i bindur ndje edhe në shkrim e kum shkru, na duhet të qëndrojmë besnik emanetit Sami Frashërit, e Naim Frashërit, e Smail Qemailit, e Lojsh Gurakuqit, e plot burrave të tjerë, të cilët na kalon emanet shqiptarin. Aja mohet me tolerancë, me mirë kuptim, e ai është Allahu që këndon e udhëzon dhe këndon e lën në humbje. Kështu Zoti na ka mësu, kushdo që ik prej kësaj shkolle, prej këtij rrugtimi, prej kësaj akademie, prej këtij fokusimi, prej këtij prej kësaj udhe, prej kësaj kursie, le ta din që do t'i bën sherr, jo vetëm kombit, po do t'i bën zarar të madh edhe dinit, edhe imanit. Zoti na mundsof që ta mbrojmë dinin dhe imanin, e ta lulëzojmë, e ta përparojmë, e ta gradojmë, e ta ngritum lart e më lart vatanin ton, duke merremetu me vepra të mira, jo vetëm me fjalë dhe retorika të thata. Mos harroni, halo kam baklav,
kam një baklav që ju sfidoj krejt baklavave që i keni e ju kanë të përu prej Bajramit. Naluni, kërkën e baklave që më ka orë për gostivari, halo kamet baklav, e të hoj pak baklav bashk, vllazën e Zoti i rujt e qofshit faqe parë. Thirrë kametin Habib.